Bletëricit kanë filluar masat profilaktike kundër nozemës, sëmundjes së rrezikshme të bletëve të rritura dhe të mëmave, e cila shfaqet më shpesh në fund të dimrit dhe në fillim të pranverës, për shkak të ndryshimeve të motit me ulje dhe ngritje të menjëhershme të temperaturave dhe rreshjeve. Bletërici Ferdinand Muskaj në parkun e tij të bletëve, në kodrën e diellit të parkut të Apollonisë, me skuadrën e tij ka marrë masat për të luftuar dhe mbrojtur nga sëmundja e nozemës dhe për të mbajtur të forta familjet e bletëve. Sipas zotit Muskaj, kur vjet re sëmundja, ndërhyet sa më parë te bletët e familjeve të prekura, të cilat duhet të hidhen menjëherë në zgjoje të reja, ku vjen korniza të marra nga familjet e shëndosha ose korniza të pastra të mbushura me ushqim. Një bletët të dalë janë të fuqishme që të marrin nektarin e natyrës, polenit që është i bollshëm, si pasojë luhatjeve të temperaturave dhe rreshjeve të shiut. Bletët preken nga sëmundja e nozemës. Është një sëmundje e cila në periudhën e pranverës bletët i prek dhe në periudhën e vjeshtës. Po si vjet duke pasur ekstreme temperaturash, ndryshime të cilat në zonën malore kanë shkuar edhe në rreshtet e bore, duke bërë një profilaksi, e cila profilaksia është që ne ta parandalojmë sëmundjen para se të kapë sëmundja. Sëmundja e nozemës kohët e fundit është përhapur jashtë masës sepse ka dhe shumë bletëtar amator të cilët nuk përrojnë bletët. Dhe nëpërmjet këtyre bletëve ne kjo sëmundje përhapet anë banë. Ne i marrim masat në kohën e dur, si vjet e trajtimi dorës së dytë që e bëjmë nozemës. Ka raste që kur shikon që ajo nuk është zgjuar, është mirë që luftohet në 3 doza. Preparatat janë të ndryshme, si thashë pak më parë, është Nezoviti Plus, është Apri Life, është një preparatë me algave të detit. Nezovit Plus është prodhim kroat, i cili dhe ky është bimor. Duhet të theksojmë sepse duhet të përdorim preparatet të cilat janë të certifikuara, janë të njohura nga Ministria e Bujqësisë, nga Shërbimi Veterinar, sepse këto ilaçe nuk duhet të lënë mbetje në mjalt dhe në dyll. Arrim që të kemi një mjalt cilësor. Duhet gjithmonë në bletë të përdoren preparatet të cilat janë të certifikuara dhe nuk lënë mbetje në mjalt. Ministria e Bujqësisë dhe Drejtoritë Veterinare në mbar vendin kanë marrë një angazhim që të kontrollojnë bletët për të ndaluar përdorimin e antibiotikëve në bletë. Sipas bletëricit të suksesshëm, me përvojë, njohuri profesionale dhe dije bashkëkohore, Muskaj për mjekimin e bletëve të sëmura nga nozemat përdoret preparati i quajtur Nozevit. Gjithashtu, sipas tij, parambrojtja kundër nozemës bazohet në mbarshtimin e rregullt të bletëve dhe në zbatimin me përpikmëri të masave sanitare në parqet e tyre. Bletërici Ferdinand Muskaj ka theksuar gjithashtu se trajtimi në kohën e duhur dhe ushqimi kanë efekte pozitive në rritjen e popullatës së bletës gjatë sezonit pranveror dhe ndihmon në cilësinë e prodhimit. Por gjithashtu, sipas zotit Muskaj, një rol të rëndësishëm dhe ndikues kanë edhe kullotet e reja dhe të pasura, të cilat stimulojnë aktivitetin e bletëve në përgjithësi dhe pjelljen e mëmës në veçanti, por edhe parandalon sëmundjen infektive dhe garantojnë mbarshtim të shëndetshëm dhe të suksesshëm të bletëve.